Mirë se erdhët të dashur Luan në leximin e juaj të radhës. Dua t'ju njoftoj që së shpejti do filloj të bëj leximet vjetore për vitin 2026. Çfarë do ndodh, çfarë na pret, çfarë mund të bëjmë ta kemi një vit më të mirë, gjithmonë më të mirë se këtë që kishim, sado që mund të ketë qenë i mirë apo e kundërta. Të dashur Luan, leximin që kam bërë sot do ta vëreni që po i flas egos më shumë, nga që ajo do jetë piknisja për një vit të ri më të mbar. Letra që më kanë dalur është perëndori 7 të kupës, është 3 të shpatës dhe ylli. Të dashur Luan, je duke mbrojtur fuqinë duke mos e përdorur. Po e mbron fuqinë duke mos e përdorur. E do kontrollin absolutisht, jo sepse je i fortë, por sepse ke frikë të madhe të humbasësh imazhin, çfarë do mendojnë njerëzit, si të shikojnë njerëzit dhe kështu me radhë. Ti do të dukesh i sigurt, i vendosur, i pathyeshëm, por kjo letër këtu që është perëndori të tregon që apo diçka tjetër, nevojë për domenim, jo udhëheqje. Je mosuar ndoshta të dashur Luan që të dëgjojnë, por së fundmi po mbretëron mbi boshllëk. Dhe kjo është ajo egoja e juaj. Luan 7 të kupës jeton në një lloj iluzioni. Shikon shumë opsione, shumë skenare, shumë mundësi. Në realitet asnjëherë nuk je duke e zgjedhur, dhe këtu është gabimi. Hezitimi yt nuk vjen nga mungesa e shanseve, nga mungesa e forcës së juaj apo guximit, por nga frika se një zgjedhje do të tregoj kush je në të vërtetë. Si do të shikojnë të tjerët, po e mora këtë, apo tjetrën, do i përshtatet të gjithëve zgjedhja ime, dhe në këtë mënyrë. 3 të shpatës e vërteta që dhëmbë. E vërteta që dhëmbë je lënduar në ego, jo vetëm në zemër. Ndoshta dikush nuk të ka zgjedhur, nuk të ka nderuar, ose nuk të ka vënë në piedestal, të quaj ashtu, dhe kjo të ka thyer më shumë se sa po e pranon. Por Luanin refuzimi ndihet si poshtrim. Por nuk është fundi, të dashur Luan. Të gjithë kemi përjetuar mos zgjedhje, mos nderim dhe kështu me radhë. Kjo është një provë. Ndoshta për t'ju bërë që të kuptoni që shumë gjëra tjera kanë rëndësi në jetë, më shumë se këto që i ke vënë ti në qendër të mendjes tënde. Dhe vje ylli. Kjo letër vjen vetëm pasi je rrëzuar. Dhe kështu duket, jo për të bërë të ndihesh special, por për të thënë, ka shpresë vetëm nëse heq dorë nga roli që jam gjithmonë i fortë, unë nuk gaboj, apo unë di më mirë. Shërimi yt fillon kur pranon se edhe mbretërit kanë plagë, kanë gabim, mund të zgjedhin gjëra të gabuara dhe kështu me radhë. E vërteta për Luanën e gjithë kjo nuk po të tregon në një farë mënyrë dështimin, nëse e keni kuptuar kështu. Ti po shtyhesh nga jeta të bëhesh, apo nga situata të bëhesh më i sinqert. Nuk ka rëndësi për të tjerët, po për veten tënde. Lavdia pa të vërtetë është teatër, dhe njerëzit janë apo e ndjejnë. Zgjidh një rrugë, Luani. Prano plagën pa justifikime. Udhëhiq me shembull, jo me zë të lartë. Fjala që apo fuqia jote, ta them kështu, fjalën që më do t'i thosha, fuqia jote nuk humbet kur zbret nga froni. Humbet kur gënjen veten. Absolutisht. Pra, është të kesh njerëz përreth që të pranojnë
me të mirat, me guximin, me forcën si që ka një luan, por dhe një luan ka të metat, dhimbjet, gabimet dhe kështu me radhë të veta.